Nderuar shikues podcastit mos hesht, në fakt vim përsëri në atmosferën e bukur të fushatës. Atmosferë që bëhet sidomos e bukur gjatë fushatës, por bëhet akoma më e bukur edhe kur mbaron fushata. Gjithsesi ne jemi munduar që gjatë këtyre pjesëve të podcastit mos hesht të prezantojmë jo vetëm kandidat, por edhe programe politike dhe qëllime politike në vetvete. Në fakt unë sot kam kënaqësinë dhe nderin të kem të ftuar në studio Alfons Soldashin, kandidati i Partisë Socialiste për qarkun e Korçës. Faleminderit që më mua. Faleminderit i Armand për ftesën dhe urime për podcastin. Është i vetmi në qytet dhe kjo na bën shumë krenar gjithëve si qytet. Faleminderit. Besoj po aq sa më bën dhe mua krenar pjesa e përfaqësimit të një të riu në listën e Partisë Socialiste për qarkun e Korçës, por që vjen nga një vend ku jam edhe unë, pra nga Starova. Starova që ka nxjerrë në vetvete figura, personalitete politike, publike, njerëz me influencë dhe besoj njerëz me kontribute. Dhe për këtë biem dakord. Jemi shumë të shit. Alfons, para se të fillojmë atë diskutimin, mua më intereson jo për Armandin, por për gjithë ata që na ndjekin, një prezantim i Alfonsit. Kush është Alfonsi? Alfons Soldashi është një djalë 27 vjeçar, i cili ka lindur dhe shtritur në Butçimas, është komshtiu i Armandit, pasi kemi qenë bashkë që të vegjël, kemi rritur bashkë. Ka përfunduar studimet në gjimnazin 14 Inxhit në Butçimas dhe ka vazhduar studimet për drejtësi pranë Fakultetit të Drejtësisë në Universitetin e Tiranës. Kështu si Armandi dhe kjo. Ato planet bashkë thurin që të vegjël. Absolutisht. Sot ka ardhur në cilësinë e kandidatit për deputet të qarkut Korçë në siglin e Partisë Socialiste. Ka punuar si administrator i njësisë administrative Butçimas për rreth 5 vitesh, që në vitin 2019 deri para pak muajsh. Dhe ka qenë gjithmonë ai që ka dashur që të ndihmojë qytetarët. Është e qartë, ka një panoramë. Domethënë, ju flisni për 5 vite. 5 vite në drejtim të administratës. Dhe 5 vite në drejtim të administratës është një përvojë që jo vetëm që të perfeksionon dhe të mëson të punosh me publikun. Patjetër. A ke krijuar lidhje me qytetarët? A ke krijuar lidhje me ata të cilët janë banorët e zonës tënde? Ata të cilët në vetvete sot mund t'i shohësh edhe si alat të fushatës apo të qëllimit tënd në vetvete, sepse kur ju flisnit në hyrje dhe po diskutonin moshën tonë të re, diskutoj që ndryshojnë gjeneratat. Sot kemi pak të rinj më ndryshe se ç'kemi qenë ne dikur, fëmijë pak më ndryshe, por ambicjet vazhdojnë të kultivohen. Por ti je në drejtimin e administratës të qartëson edhe ambicjet, të qartëson edhe idetë, por të jep edhe një mbështetje, apo? Patjetër. Unë kam qenë 21 vjeç kur mora drejtimin e njësisë. 21 vjeç. 21 vjeç. Dhe ka qenë vërtet një sfidë për mua, pasi isha i vogël në moshë të quajmë, pasi pa eksperiencë të mëparshme në drejtim administrate, njësia më e madhe e Bashkisë Progreses me 20.000 banor, dhe e kisha shumë sfidë. Pastaj duke ndërtuar hap pas hapi, si njohës dhe i ligjit, i mora me përgjegjësi të gjitha angazhimet, dhe sot jam i gatshëm të përballem me çdo sfidë të madhe, siç e ka këtë sfidën e sotshme, pasi banorët i kam gjetur bashkëpunues, i kam gjetur dhe mirëkuptues, për shkak të kompetencave që ka pasur njësia administrative. Nuk është se kam dhënë zgjidhje direkte për banorët, pasi nuk kisha kompetencë ose nuk ka qenë nga dëshira ime. Por gjithmonë kam qenë ai orientuesi që ky problem të zgjidhet në këtë institucion. Ke shoqëruar. Ke vënë atë që shoqëruar? Po, absolutisht. Nëse do të pyes për numrin e vizitave ti, besoj që pa numër ta këto, në kaq vite. Patjetër. Ka qytetar apo jo? Sepse vizita merrja edhe në zyrë, por unë kam pasur dhe një mënyrë të punuarit ku dilja çdo ditë nëpër fshatra, shkoja takoja banor, gjendesha pranë tyre për çdo problematik, qoftë edhe nëse nuk ishin në kompetencën e institucionit që unë drejtoja, por merresha drejt për drejt, isha si një urlidhse ta quajmë direkt të institucionit dhe banorëve. Të krijova gjithmonë atë kontaktin ku disa probleme mirë nxitën, disa jo, por ajo përpjekja ime ka qenë gjithmonë e vazhdueshme.
është pak mund pak nga eksperjenca e kam që është pak e vështirë të punosh në vetvete me qytetarët, me njerëzit. Puna me njerëzit është një punë që shpeshherë të lodh. Mund ta quajmë art. Art, patjetër, ë? Ose E ke perfeksionuar? Po. Jam munduar domethënë e kam parë gjithmonë një qytetar kur vinte, pasi përgjithsisht kanë më të mëdhenj se mosha ime apo në moshën e prindërve tan, dhe kemi qenë gjithmonë koshim nga ajo qeverisja e vjetër apo si mund ta quajmë, Populizmi zyra. ku njerëzit kurrë nuk gjinin atë ngrohtësinë nëpër zyra, dhe gjithmonë e kam parë po sikur të vi babai im në këtë zyrë. Je paragjykuar ndonjëherë? Do të vi një moshuar thotë, "Shive se ti do mos ditë shahallën mua që i ri." Po, kam pas paragjykime. Po në fund pasi ke mbaruar punën. Ka i kur i lumtur. Pasi kam marrë edhe zgjidhjen nëse nuk e kam marrë të paktën është sqaruar. Që kam marrë atë drejtimin ku duhet të paraqitet të marrë të zgjidhjen e problemit. Pra orientimin që. Patjetër. Orientimi është shumë i rëndësishëm sidomos kur flasim për një vend ku shpeshherë njerëzit janë të shurdhët për sa i përket shqetësimeve të qytetarëve, por në vetvete ka edhe individ të cilët i shërbejnë atyre pavarësisht asaj gjë që që ata bëjnë, përposë pjesë ju keni një angazhim politik, si për të ri, si i ri, angazhimi i bollshëm politik. Po, unë dikur kam zgjedhur të jem pjesë e një force politike, siç edhe më pas jam larguar, por kuptoj që të qenë të politikë, sidomos për një të ri është një barierë, është një mundësi, mund të jetë edhe një katapult, por mund të jetë edhe një mur i lartë. Cili ka qenë angazhimi jot në politikë dhe a jem mjaftuar me këtë që i ke dhënë dhe i ke marrë politikës? Angazhimi im në politikë ka filluar që në moshën 17 vjeçare, kur unë jam antarësuar pranë Forumit Rinor të Partisë Socialiste në Pogradec. Aty ka filluar angazhimi i mirëfill, ku unë angazhohesha bashkë me të rinjt për takime apo në përfushata, dhe sigurisht dhe pasioni që kam pasur që i vogël për politikën më ka shtyr drejt antarësimit në këtë forcë, plus dhe nga bindjet e majta familjare që kemi pasur, dhe isha pak a shumë fokusuar drejt se forcë politike. Pra rastësisht. Ke një prerardhje të majtë familjare. Po, prerardhje të majtë familjare, por dhe dëshirë për të ecur në politikë. Më pas jam zgjedhur në vitin 2019, në zgjedhjet e vitit 2019 jam zgjedhur antar i Këshillit Bashkiak në radhë e Partisë Socialiste. Ka zgjatur vetëm pak, pasi mora detyrën si administrator dhe detyrimin çdo tipi Doriqen. Në vitin 2019 zgjidhen delegat i njësisë administrative Buçimas për Partinë Socialiste me mënyrën e votimit një antar një vot. Që nuk kupton që ke grumbulluar një mbështetje të madhe, një antar një vot nuk do të jam shikuar si një njerëz me perspektivë. Absolutisht. Më pas në vitin 2020 zgjidhem antar i Asamblesë Kombëtare për qarkun Korç. Në vitin 2022 konkurroj për kryetar të Partisë të Rresit, të Rresit Pogradec, por nuk u zgjodha dhe mu besua detyra e kryetarit të partisë për njësinë administrative Buçimas. Prap një peshërë. Patjetër, edhe një vlerësim, jo vetëm peshërë. Kur e flasim nga historiku, Buçimas ka qenë një njësi administrative pak diverse, përsa i përket, edhe pjesës politike, një bastion i hershëm i Partisë Demokratike të dikurshme, por që të paktën me disa ndryshime kohëve të fundit, me magnacione politike, duke sikur ka ranuar majtas. Po. Është përgjegjësi besoj. Përgjegjësi patjetër, por kam marrë si sfidë, pasi fushata ime e parë si kryetar partie ka qenë në vitin 2023, dhe në gjithë njësinë arritëm një rezultat mbreslënës, që nuk ishte parë asnjëherë në historinë e gjitha fushata elektorale për Partinë Socialiste në Buçima, pasi atë edhe veç ishte një bastion i djathtë dhe nuk prishet të fitonte Partia Socialiste. Ne arritëm këtë rezultat së bashku me gjithë ekipin. Më pas në vitin 2024 më delegohet, ose isha i deleguar e Asamblesë Kombëtare për të ndjekur
nga afër në 10 organizata socialiste të njësisë administrative po janë për të ndjekur procesin e ringjëzimit që nisi Partia Socialiste. Ndoqja nga afër këto gjitha proceset, njëkohësisht ndiqja dhe këtë proces me të deleguar që ishin në zonën time për gjithë njësinë administrative Buçimas, në cilësinë e kryetarit të partisë. Në maj të 2024-s rizidhen delegat me një vot maksimale, gjithë anëtarët më votuan, dhe më pas më besohet dhe detyra e përfaqësuese të qarkut Korç në Kongresin e Partisë Socialiste. Në 10 vjet kam arritur gjitha këto etapa. Është mëse normale që në disa raste partitë politike janë ato të cilat zgjedhin jo vetëm ata që janë me eksperiencë, por zgjedhin edhe ata që kanë energji. Dhe strukturat shpeshherë bëjnë atë gjën që ne shpesh e njohim si marrin eksperiencën e të vjetrit dhe e shoqërojnë me energjinë e të riut për të arritur synimet. Gjatë kësaj periudhe që përmende, besoj që dikush mund të ketë mbështetur, mund të ketë zgjatur një dorë. Unë për shembull unë e di nga karrierat e mia, nga karriera ime, që në disa elemente kryesore të karrierës ka njerëz të cilët më shoqërojnë, ëh. Dhe në mos qofshin këta njerëz publik, janë familjarët e mi, që në disa rastet. Ka kush e ka pasur mbështetje gjithë këtë kohë? Besoj edhe një frymëzim, edhe një karikim në vetvete. Paka shumë në është familja besoj, ëh? Familja është e para, po gjithmonë është familja e para për çdo gjë. Ndërsa unë si Alfons, domethënë dhe me rrethin që kam, familja apo farefisi apo dhe njerëzit e afër, miqësitë, paka shumë në gjithë njësinë e jemi të shtrirë. Dhe paka shumë gjithë janë parë si një djalë i ri, por dhe djalë i dikujt që rrjedh nga një familje me respekt apo e nderuar, siç më kanë thënë njerëzit, dhe më kanë mbështetur. Pasi që nga gjyshi im që ka qenë i angazhuar me partitë politike apo të tjera, dhe janë parë në cilësinë e një brezi i cili po bëhet si trashëgimtar i politikës. E qartë, e kuptoj. Kjo është një nga ato që ne njohim suportet historike, po përpos suporteve historike është gjithmonë angazhimi individual, shumë i rëndësishëm. Patjetër, dhe sa herë që do që dikush të të ofrojë një ndihmë apo të të ofrojë një dorë, gjithmonë pasi të ofrojë të ndihmë do t'i dalësh zot vet. Është si puna e saj, duan të mësoj notin, por në momentin që ta mësoj notin do ta bësh vet. Do ta bësh vet. Unë e vlerësoj që ka një farë angazhimi dhe një farë historiku, por gjatë këtyre viteve që ti më përmende. Disa vite si përfaqësues dhe në pozicione të ndryshme të Partisë Socialiste në administratë, sa ka ndikuar familja për të fuqizuar më tepër. Besoj që ka pasur një moment që ka dhënë bokë mos u angazhu politikisht. Gjithmonë familja është ajo që ka pasur merak. Për çdo hap që ti jep, është e mirë të mos e pyesësh familjen, por të ndjekësh atë ëndër. Familja gjithmonë ka pasur atë merakun, pasi politika këtu gjithmonë është parë si një e keqe, ta quajmë në thonjza. Një keqe në shërbim të mirës, thot një filozof. Fiks. Dhe gjithmonë ka qenë ai meraku nga familja, ku unë kam ndjekur pak a shumë atë ëndrrën tim apo pasionin tim, dhe kam thënë që mos u bëni merak, pasi unë këtë rrugë kam zgjedhur. Sepse këtu është përdorur gjithmonë në politika si militantizëm, që ti po more me politikë, nesër do ngelesh pa punë, edhe historira të tilla, por nuk e kam parë kurrë në këtë drejtim. Unë i kam shërbyer asaj kauze që kam ngritur vetë, dhe familja gjithmonë pastaj më ka mbështetur. Por në fillim e kam pasur këtë. E ka pasur një stet. E ka pasur një stet. Ç'o duhet, ë? Kjo është situata. Por sfundi e pjesë e një gare tjetër. I një gare po kaq vendimtare sa për qarku, por edhe për vendin. Është gara për zgjedhjet e 11 majit, është tepër vendimtare, me sa unë arrit perceptoj. Patjetër, pjesëmarrja në zgjedhjet e 11 majit për mua nuk mendoj se është një rastësi, pasi fillimisht ka rrjedhur natyrshëm, sepse Partia Socialiste rihapi platformën deputetit që duam.
Ju vini nga kjo platformë. Vim nga kjo platformë. Mora guximin, aplikova. Tregova ambicien time, nxorra fytyrën time, ku shpreh ato idetë e mia, në disa pyetje gjatë aplikimit bëheshin për kauza dhe unë kauzu që s'mon kam pasur komunitetin, ku duhet të jem sa më afër komunitetit. Dhe mendoj se kjo më shërbeu, por e kam parë edhe si një në atë syrin skeptik, ose një sy mosbesues ndaj kësaj platforme, pasi shikoja sikur koti hyra. Por gjatë angazhimeve që solli kjo platforma apo dhe udhëzimeve që na vinin, na thuheshe që nga komisioni na thuheshe që silluni si kandidat zyrtar. Dhe kjo më tingëlloi në vesh çuditshëm, thash, po ta provojmë të sillemi si kandidat zyrtar. Dhe fillova po bëja ato takime që na kërkonin, duke gjendur afër me njerëzit, dhe po e ndjeja veten sikur po bëja fushat për veten time, për Partinë Socialiste, ku prezantoja programe, merja ankesa, zgjidhja probleme në cilësinë e kandidatit për deputet. Me sa të rinjve? Kishte të rinj të tjerë në qarku? Në qarkun Korç ka pasur rreth 30 të rinj. 30 të rinj për sa vende? Për disa vende. Nuk është përcaktuar sa vende do ishin, por në gjithë listën e qarkut Korç janë 10 në listë të hapur dhe 3 në listën e qarkut. Do në 13 vende mund të ishin 5, 6, 1, asnjë, varet nga kush ishin aplikantët. Dhe u zgjodha vetëm unë. E qartë. Dhe ndjem shumë krenar, jo për veten, por për Pogradecin. Ishte i vështirë si proces në vetvete? Sepse të ballafaqonte besoj me diçka që ti nuk e kishe eksperiencë më përpara. Ishte diçka e re. Ajo të ballafaqonte me angazhimin që unë kisha 5 vite që e bëja si administrator. Dhe angazhimin si kryetar partie, dhe pak a shumë isha i hyrë në lojë me 50% të pikëve. Okej. Pak a shumë kisha atë eksperiencën që unë dija të takoja njerëzit, çfarë t'ju thoja, çfarë do më thonin. Të gjitha isha shumë hapa para mendoj nga të tjerët, por nuk mendoj se isha më i miri, por falë këtyre angazhimeve dola më i miri. Dhe thash pak më parë që jam krenar për Pogradecin, pasi Pogradeci është ai vend që e fitoi këtë vend në listën e deputetëve dhe ai jam dy kandidat, kandidati i dytë nga Pogradeci, pra që përfiton listën. Po, por nga platforma isha vetëm unë. E kuptoj qartë. Ka disa pritshmëri. Dhe gara është një garë shumë e nxehtë. Tani kjo është një fakt, apo jo? 2025 është një vit i cili do të flasë shumë për atë që Partia Socialiste e njeh se Shqipëria 2030, apo jo? Dhe në këto kushte besoj që duhet të kesh disa pritshmëri nga gara. Përpos pritshmërive mund të ketë edhe ludime që të rinj mund të hyjnë për të mbushur listat. Një ludim që mund ta thotë dikush tjetër, apo mund listën e kandidatëve. Sa seriozisht e ka këtë garë? Pritshmëria që unë kërkoj të arrij është që unë të jem i vërtet. Sepse në këto vite që unë kam eksperiencën në administrat, e thash pak më parë që kam qenë gjithmonë aty për njerëzit, dhe unë dua të jem aty për njerëzit. Për gjithë njerëzit, për Pogradecin, që Pogradeci ta ketë një zë në parlamentin e Shqipërisë. Të jetë një zë i vërtet, i sinqert, i pastër dhe të mos jetë me fasada, me mitingje apo me shumë burokraci të tjera siç ka ndodhur dhe më parë, unë do të jem ai i vërteti. Dhe nëse nga kjo garë, pavarësisht rezultatit, mjafton të fitoj kjo gjë, të fitoj zëri i vërtet. I qartë. Po për pjesën tjetër? Për pjesën tjetër sa seriozisht e ke garë? Në garë unë kam dëgohet, shpesh herë dëgohet që Alfonsi mund të ketë hyrë në lista për ku diun, për të shërbyer listës. Se di, unë në garë kam hyrë si Alfonsi që jam në garë për Partinë Socialiste dhe për njerëzit. Dhe jam shumë seriozisht në garë. Kam hyrë për të promovuar Pogradecin, jo për të promovuar listën. Përfaqëson shumë Alfonsi të zgjedhë. Cilën kategori të rinjt, ata më të vjetër, apo të gjithë komunitetin që bashkëpunon? Alfonsi përfaqëson gjithë komunitetin. Por dhe të rinjt janë një nga arsyet që jam në këtë garë.
Pasi ne si të rinj gjithmonë ne kemi parë politikën si një e thash dhe më parë si një të keqe. Pasi ka qenë si mund ta themi, domethënë mosbesuese apo zhgënjyese në kuptimin e mirë të fjalës, pasi të rinjtë nuk kanë pasur zë që të dëgjohen, që të promovojnë veten, por nuk kanë pasur as vesh të dëgjohen. Ndërsa unë kam zgjedhur që ta të rinj ti marr me vete. Ke bërë takime me të rinjt? Po, kam bërë shumë takime me të rinj. Si shprehen ata për kandidaturë? Ata ose më saktë çfarë përqendje kandidatura? Më kanë kërkuar që unë t'i mbush mendjen pse duhet më besojnë. Që unë mund të bëj diçka për Gradecin. Ndërsa unë ju kam thënë, nuk dua të më besoni. Hajde të besojmë së bashku, që ne ta bëjmë për Gradecin. Sepse janë mundësit. Dhe me këtë mundësi që Partia Socialiste u jep të rinjve, unë mendoj se ne mund të jemi ata që do të ecim drejt Shqipërisë Evropiane. Dhe bashkë me të rinjtë gjithmonë ne duhet të shikojmë si sakrificë. E shihni një farë shkëlqimi tek sytë e tyre kur i kthehen të përgjigje? Po, sepse në fund të bisedës arrim tek konkluzion. Ndërsa në fillim jemi tek konkluzioni skeptik. E kuptoj, do të thonë ata ndryshojnë. Po, ndryshojnë pasi vetë ofrohen të rinj. Po, më janë vetë ofruar shumë të rinj, sepse të paktën unë e shoh në kohën edhe në Brezion, është pak më ndryshe. Brezion është një brez pak më divers, pak më kompakt në vetvete, një brez i cili është pak më kam tokë. Ndërsa më të rinjtë, gjeneratat sa më vjen, po bëhen më të ndryshëm nga ne. Patjetër. Ka ndryshim brezash. Por janë më të ndryshëm se ne. Edhe por një gjë nga të ndryshime që unë shoh që shpesh herë ata duan që mos merren me politikë. E shohin një diçka si diçka lodhse. Në këtë fushat, a ke parë përfshirje aktive të tyre? Pra, kur e them përfshirje aktive, qoftë me sugjerime, qoftë me dëshirë për të marrë pjesë në një parti politike, qoftë me dëshirë për të ndryshuar diçka në komunitetin e tyre, se kjo në vetvete është pjesë e çënit të partive politike. Patjetër, të rinj ka shumë që janë ofruar, po ka edhe nga ata skeptikët, por gjithmonë fiton shumica kur janë ata që vërtet duan të afrohen, duan të kontribojnë. Më kanë dhënë shumë sugjerime, por dhe kanë marrë sugjerime nga unë. Ndërkohë unë kam bërë atë rolin ku dëgjoj një bisedë me takim me të rinj në një vend tjetër, e prezantoj tek ky vend tjetër, ndërkohë marr këtë dhe çoj këtë. Pak a shumë fiton eksperiencën. Po, ndërthuren idetë dhe dalëm në konkluzionin që të rinjtë duan të ndjehen të përfaqësuar, të jenë pjesë e vendimarrjes, sepse çdo i ri ka idetë e veta. Tani do të bëjmë pyetje kështu. Do të vër pak në siklet si pyetje. Besoj që të rinjtë e Starovës janë më të mirë, s'mund ta quajmë të rinjtë e Starovës, pasi të gjithë të rinjtë të mirë janë, mjafton që je i ri e i mirë, siç jam dhe unë. Sot pak i drejt. Tek të rinjtë e Starovës vere një angazhim shumë të madh, jo vetëm në politikë, por në çdo fushë. Dhe Brezion nuk e ka pasur këtë angazhim. Dhe sot vere që janë më të angazhuar, po flas për gjimnazistët e gjimnazit 14 e Ingjit, dhe më bën shumë optimist apo të vendosur që unë të jem një përfaqësues të denjë tyre, të mbështes në idetë që ata kanë. E qartë. Por për të mbështetur ata, duhet të kesh edhe dikë një mbështetje politike. Si ke marrëdhëniet me figurat politike të Pogradecit brenda të majtë? Kur flas për figurat politike, unë konsideroj figurë politike kryesore zotin Tëngjilli, që është kreu i Partisë Socialiste me një background shumë të gjatë dhe historik edhe ideologjik brenda Partisë Socialiste, por nga ana tjetër edhe zotin Çakolli, që është ndërtuesi i bashkisë, por mbase do them një nga gurët më të rëndësishëm në themelet e PS-së së Pogradecit. Me kryetarin e partisë zotin Tëngjilli, ne të dy vim në bashkëpunim nga një garë, që e përmenda edhe pak më parë, ku kemi garuar për drejtimin e Partisë Socialiste të Rrethit. Në atë proces fitoi doktori, se doktori i themi ne
në parti. Nuk është si doktori jon, por si doktori juaj, kur flet për doktorin. Flas për doktorët e ton. flas për doktorët e Flisni për doktorët e veshkave, jo për zemrës. Dhe pas këtij procesi Erioni doktori fitoi dhe për mua më shumë vlerë ka jo ajo që unë nuk fitova, do nuk pata asnjë lloj mërzitje apo diçka, por më shumë për mua vleti besimi që më dha doktori në drejtimin e Partisë Socialiste të Njësisë Administrative Buçimas. Ma besoi këtë detyrë dhe unë ndihem shumë i vlerësuar dhe kam marrë me shumë përgjegjësi dhe fal kontributit apo angazhimit tim janë dhe rezultatet që flasin. Po, zot Xhakolli? Me zotin Xhakolli, bashkëpunimi im ka qenë prej 5 vitesh, ku unë kam qenë pjesë Nivel institucioni. Po, nivel institucioni, ku unë kam qenë pjesë e ekipit të tij dhe jam shumë i vlerësuar, apo dhe e kam marrë dhe me përgjegjësi, pasi të vish nga një ekip i kryetarit, duhet t'i shërbesh dhe kësaj përgjegjësie. Pasi vlerësimi që më është bërë në këto 5 vite si administrator apo mbështetja që më është dhënë nga kryetari, unë e kam marrë si sfidë që ta nxjerr sa më mirë atë besim që ai më ka dhënë në këto zgjedhje që unë garoj. Pasi u mor vesh deklarata e zotit Peleshi për qenë në listë, besoj atëherë edhe ju e keni marrë përgjigjen që do jeni. Cili ka qenë reagimi i zotit Xhakolli, ose të paktën cilat kanë qenë fjalët që ai ju ka thënë me njëherë pasi mori këtë pjesë? Kur më është kërkuar të dorëzoj dokumentacionin pranë grupit parlamentar të Partisë Socialiste, i pari që kam telefonuar ka qenë kryetari Xhakolli. Dhe kam thënë, po të telefonoj se do jap dorë heqje. Pse tha? Thash unë do kandidoj për deputet dhe do të plotësoj dokumentet sepse kriteri ishte që nuk duhet të jesh në marrëdhënie pune. Po tha, po suksese, tha, më bëhet shumë qefi, vazhdo, kam besim tek ti dhe Ka marrë një farë suporti. Patjetër. Kjo është gjë e mirë. Po ai që e rëndësishme është dhe figura e zotit Peleshi. Zoti Peleshi është ai i cili ka peshën politike të qarkut për sa i përket Partisë Socialiste dhe është ai i cili në të gjithë optikën e të qenit brenda PS-s, të qenit jashtë PS-s apo ku do duash, është ai i cili ka pasur edhe dorë mbi lista. Patjetër. Në formizimin e mbase jo dorën vendimtare, por ka pasur shumë influencë mbi këtë pjesë. Marrëdhëniet me të si kanë qenë, domethënë si keni pasur komunikim, sepse komunikimi juaj nuk ka filluar fiks në këtë moment që flasim. Komunikimi juaj ka filluar që tek platforma. Po. Ju keni bërë shumë takime bashkë me të rinj të tjerë në qarkut, me sa unë kam ndjenë. Po. Zoti Peleshi është drejtuesi politik i qarkut dhe ka qenë padyshim një nga figurat i cili ka mbështetur këtë proces. Kandidimi im është një pjesë e një vizioni që ai ka ndërtuar për qarkun Korçë dhe kjo për mua është një mbështetje dhe e vlerësoj shumë. Nuk e shoh si një aleat personal, por si një suportues politik që e njeh shumë mirë atë çfarë do të bëj. Suportues politik. Po. Pra, është një shembull që edhe ju e ndiqni në aspekt. Me kandidaturën time. E qartë. Në fakt, unë do të qëndroj edhe një pikë që kandidatëve të majt në këtë garë nuk i pëlqen shumë që të diskutojnë. Është një koment mbi listat e Partisë Demokratike. Partisë Demokratike dhe kur flasim për Partinë Demokratike, ajo tashmë përfaqësohet nga 13 persona, siç edhe Partia Socialiste dhe shumë parti të tjera. Si shikon këtë listë? Disa persona që janë tek lista e Partisë Demokratike, unë i kam miq. Çdo parti apo çdo person ka drejtë të shprehë angazhimin e vet, por nuk dua t'i komentoj për çështjen e zgjedhjes së tyre, pasi njerëzit apo banorët nuk kanë më nevojë të ecin me siglën. Banorët duan s'ka lidhje tek sigla, në një koment të dua, do të them. Një koment kur unë dua të shpreh që unë jam i gatshëm të jem pranë banorëve dhe banorët dua t'i kem si një aleat që ne të jemi për Pogradecin. Dhe kur nuk do të shikoj njerëzit si ndasi politike. Kjo më mjafton.
Çdo të shpresh. Nuk do të shpresh, kështu që uron suksese në jetë. Nuk e përdor atë shprehje. S'ka që e përdor, mos u shqetëso. Dua të pyes në një moment tjetër, është të qenit i ri, të qenit në politik, mendoj që nuk është kaq komode. Ka pak rebelizëm, ka pak në thelbin e saj të qenit pak opozitar. Por ju keni zgjedhur në një të qenit në një parti e cila është në pushtet. Aktualisht është në pushtet, nuk dihet çfarë ndodh nesër, por ky komoditet që ti je pushteti, a ta ndryth rebelizmin tënd, a ta ndryth atë opozitarizmin tënd? Normal, si një i ri gjithmonë ke ide ndryshe, ke energji, ke dhe dëshirë për të pasur gjëra sa më ndryshe, por rebelizmi im ka qenë gjithmonë në kuadrin e asaj që i përkas një familje politike dhe respektimi i kushteve që përfaqëson. Jo, nuk kuptova që, domethënë, idetë tuaja mund të jepni edhe brenda partisë tuaj. Pa qenë Patjetër, idetë e mia, domethënë unë si i ri i bën idenë jo në oponencë, por në propozim. Që si mund të ecim akoma më tej, duke dhënë secili idetë e veta, dhe kjo fare mirë mund të lexohet tek kandidimi im tek platforma. Pasi unë dasha do idetë e mia që sot jam këtu. e qartë. Por duhet të kthehem prapë atje, tek ajo gjë që ti prite pak më herët dhe nuk i ktheve përgjigje, megjithëse unë nuk do të drejtohem drejt për Partinë Socialiste, për Partinë Demokratike, por për dyja partitë. Sot në garë ka një arenë ku të mëdhenjt po përballen fort me njëri tjetrin dhe ku në fakt të gjithë presin objektiva të ndryshme në këtë garë që në 11 maj dikush thotë do kemi kaq mandat, dikush thotë do kemi kaq mandat dhe unë në fakt dua një parashikim tënd më shumë se analizë. Si e parashikon pjesën e ndarjes mandateve? Në zgjedhjet e fundit, Partia Socialiste ka pasur 6 mandate në qarkun Korç dhe duke pasur parasysh dhe kushtet apo dhe përfaqësimi i kandidatëve të rinj në listën e deputetëve, mendoj se bashkë me strukturat që janë në mobilizim të plot, mendoj se jemi në kushte që 6-ën e kemi, por do tentojmë për 7-ën. Ato që mban dhe drejtuesi politik si fokus pak, ai e ka thënë. Po, Nuk e di sa e arritshme do jetë. mbetet për tu parë në 12 maj. Po në 12 do ta shoh. Kjo është një nga elementet e tjera. Gjithsesi, në kjo garë si vjet është një garë pak më ndryshe. Pak më ndryshe sepse nuk ka vetëm 2 lojtarë në garë, ka shumë lojtarë. Janë dhe partitë e vogla, ë? I ke frikë që mund të copëzojnë votën tënde, sidomos nëse flasim edhe në buçimas, ë, në njësinë ku ti je. Partitë e vogla nuk i kam as pak frikë, pasi janë parti që nuk kanë qenë asnjë ditë me qytetarët. Po të flasim për Partinë Socialiste, ka qenë çdo ditë ka kohë që është me qytetarët apo dhe me njerëzit që e përfaqësojnë partinë politike, kanë qenë aty për të shërbyer njerëzve. Ndërsa partitë e vogla vinë sot dhe kërkojnë mbështetje ndaj njerëzve kur nuk i kanë shërbyer asnjë ditë. Dhe nuk mendoj se do më copëzojnë në po flasim në buçimas të paktën apo edhe në gjithë Ka influencë partitë vogla në këtë fshat? Po nuk merrem me partitë e vogla, merrem me ato që unë dua të arrij në këtë garë, ku të jem me njerëzit dhe pranë njerëzve. Dhe një votë e hedhur në partitë e vogla është një votë e hedhur dëm, mendoj unë. Kjo është një retorikë që po nxjerrin partitën të gjithë. Domethënë, më duket se këto partitë e vogla janë si puna e djalit vogël në shtëpi ku të gjithë jep atë levën e PlayStation-it pa e futur fishin, e kuptoj që thjesht jashtë në lojë. Gjithsesi këta të rinjt Këtë idenë që po luaj. Nuk e kuptoj këtë pjesë. Gjithsesi, unë doja të bëj një pyetje direkte. Kur flas pyetje direkte, pyetje shumë direkte për sa i përket sistemit të drejtësisë. Sistemi i drejtësisë është një hall shumë i madh për ata që përfshihen në politikë. Dhe më beson shumë hall i madh për ata të cilët sidomos konsumojnë pushtet. E ke hall që një ditë mund të thrasin edhe ty në spak. Sepse po e them këtë pyetje, është një pyetje që po thuaj se nga gjithë kandidatëve që më kanë ardhur. Patjetër. Dhe
pothuajse të gjithë tregojnë, do thonë jemi të patremur. Jemi patremur, unë këtë pyetje nuk ta bëj për këtë që ke bërë apo për këtë që ke qenë deri tani, sepse nuk është se ke pasur diçka për të kompromentuar në atë gjithë masivin e matchës, pra je akoma i ri. Por në direktivat afatgjata, kjo tregon se si ti do të sillesh dhe se si ti do t'i përqasesh. Tani gjysmën e përgjigjes edhe ti. Jo, unë ta jap Gjysmën e përgjigjes time edhe ti. Absolutisht unë nuk kam frikë nga SPAK, por besoj fort tek SPAK. Besoj sepse nëse ne dua të kemi një shtet të drejtë apo një shtet të pakorruptuar, ne duhet të mbështesim SPAK. E them këtë sepse duhet gjithmonë një institucion i pavarur. Dhe unë nuk kam frikë nga SPAK, pasi politikën e kam zgjedhur për të shërbyer, jo për të pasuruar. Okej. Kjo është gjë mirë. Okej, në qoftë se do të pyes prap për çështjen e votave, ju keni përballë, nuk do të thoshe përballë, në krah. Ju keni në krah zotit Çomon, zoti Blendi Çomon, një personazh politik shumë i konsoliduar në qytetin e Pogradecit dhe një figurë e cila përsëri ka mbajtur një sër pozicionesh qoftë nga drejtuesi i partisë etj. Ju sa vota pritet të mblidhni vet si Alfons dhe a pritet që në këto vota mbasi të kaloni dhe zotin Çomon rezultat? Apo nuk e keni këtë garë? Unë si Alfons çështjen e shifrave të votave do ta lënë në dorë të qytetarëve fal punës time. Ndërsa në lidhje me më shumë se Çoma apo më pak se Çoma, ne nuk jemi në garë me njëri tjetrin. Ne jemi në garë me kundërshtarin politik. Jemi këtu për të përfaqësuar Partinë Socialiste dhe mund ta them me bindje se shifra do flas për shifra, po flas tani që Partia Socialiste në Bashkinë e Pogradecit do marrë një numër maksimal votash. Partia Socialiste do marrë një numër maksimal votash. Po. Pretendoni votën e parë, ha? Që të prini rezultatin kryesor. Patjetër, si forca e parë. Vetëm brenda, po dhe me diasporën. Pra, Total. Po me diasporën si kanë qasë? Qesa me diasporën, sot diaspora është një moment historik ku vota e diasporës po implementohet për herë të parë në vendin tonë. Diaspora është ajo familja jonë që ne gjithë e kemi nga një person jashtë dhe janë larguar për një jetë më të mirë apo për diçka tjetër, por zemrën e kanë lënë këtu tek ne. Dhe unë dua të jem ajo uralise midis diasporës dhe qeverisjes apo parlamentit, ku të jem ai zëri që ne mund ta bëjmë këtë vend. Dhe vendin nuk mund ta bëjmë vetëm personat që janë këtu, por edhe ata që kërkojnë të vinë tek apo të rikthehen tek vendi i tyre. Jam në kontakte të vazhdueshme me persona nga diaspora nëpërmjet smartphone-ave që gjithë sot i kemi, por kam në agjendën time kam caktuar dhe takime nëpër vende të ndryshme, më shumë tek vendet fshtinje. E qartë, Greqi, Itali, ku i kemi edhe më shumë ata të cilët janë larguar. Kur ke filluar fushata? Nëse flasim për fushat zyrtare, era një javë. Por fushata ime nuk ka qenë fushat politike, por ka qenë fushat me njerëz. Dhe këtë e kam nisur që në momentin që kam marrë detyrën si administrator, pasi kam qenë në fushat me njerëzit për njerëzit. Nuk kam qenë për partinë politike. Ndërsa zyrtarisht kam qenë. Nëse do të përmend dy emra. Dy emra të cilët zakonisht mund të njihen nga gjithë qytetarët dhe përpos kësaj pjese respektohen për punën që bëhet fjalë për Fato Soldashin dhe Bexhet Liçkollarin. Janë dy mjek njohur, doktor Dashi është një nga mjekët më të mirë që kemi në vend, në fakt. Edhe zoti Liçkollari është një nga pediatrët më të mirë që qytetit. Për këtë arsye, unë t'i përmend, por t'i përmend edhe për një arsye tjetër, lidhjet familjare që ti ke. Sa të ndihmon ti është nip i të dyve? Besoj që do të kesh edhe një peshë të madhe, ëh? Patjetër. Fato Soldashi është xhaxha im, ndërsa Bexhet Liçkollari është daja im. Për mua është një përgjegjësi e heshtur. Pasi janë dy
njerëz që nuk janë në profesion, por janë në mision. Ata kanë zgjedhur ta bëjnë punën e tyre me mjetet mjekësore, ndërsa unë kanë zgjedhur të shërbej njerëzve në mënyrë ligjore, me fjalën dhe me shërbimin që mund të kem ndaj njerëzve. Prandaj e ndjej si një pikë orientimi se si ata i shërbejnë njerëzve dhe si duhet i shërbej unë. Pra më ka lidhur pak a shumë misioni që kemi ne me njëri tjetrin. Të ndihmon apo të pengon këtë pjesë? Më ndihmon shumë. Të ndihmon. Më ndihmon shumë. Unë vlerësoj sidomos të qenit nip i fetosit e buxhetit. Unë të dy njoh nga afër, janë dy mjek të nderuar dhe për këtë arsye padyshim është një vlerësim tepër edhe për Starovën apo edhe për mëngjer. Sigurisht është një krenari për mua që jam nipi dy doktorëve, por shpresoj që t'i bëj krenar. Ke edhe edhe. Patjetër. Dhe nesër dua t'i bëj krenar që ata të thonë po ne jemi Daja dhe Xhaxhaja Alfonsi. Të thonë ata më vonë. Okej. Jemi drejt fundit të intervistës. Unë në fakt kam marrë pjesë me këtë stilolab Genezi, që shkruan ngjyrë të zezë, si bluzë të kuqe. Po shoh 4 stilolapsa të këtij, që i kishe gjithë kohën. Këta janë 4 stilolapsa, janë me emrin tim, sepse një e ke ti në dorë dhe të duhen edhe 4 të tjera që të shkojmë tek numri 5, që është Partia Socialiste. Dhe 4 stilolapsat simbolizojnë dhe që unë jam i 4 në listë. Okay. Në numrin rendor të votimit në listën e hapur, që kështu po të votosh Alfons Soldashin, voton dhe Partinë Socialiste. Dhe shkojmë tek 5-a. Unë pranoj me shumë kënaqësi të gjithë stilolapsat që më vijnë nga gjithë partitë dhe kandidatët. I uroj gjithëve po ashtu suksese. Faleminderit. Unë i qëndroj një parimi shumë interesant që quhet vota e lirë dhe vota e fshehtë, dhe parimin e votës të fshehtë unë u bëj deklarimin të votës. Megjithse do doja që të kishte lista shumë të rinj të asaj që ne njohim si të rinj, të cilët kanë ambicie politike dhe ambicie për të ndryshuar situata të ndryshme. Kështu që nuk më mbetet asgjë tjetër veç se të jap një hapësirë të shkurtër, ti bësh një mesazh të gjithë qytetarëve për ta mbyllur edhe më pas. Patjetër, unë qytetarët dua t'i ftoj të marrin pjesë masivisht në votimet e 11 majit dhe sigurisht kërkoj edhe mbështetje për Partinë Socialiste dhe për emrin tim Alfons Soldashi, pasi dua të jem zëri që qytetarët kanë pasur gjithmonë nevojë ta kenë, dhe unë jam Alfons Soldashi dhe këtë punë nuk dua ta bëj vetëm. Faleminderit gjithëve. Faleminderit Alfons, faleminderit për mesazhet, faleminderit për gjithë ato që ndave sot me mua. Faleminderit Armand, suksese. Suksese. Mirë, që ishim sot me Alfons Soldashin, kandidat i Partisë Socialiste për qarkun e Korçës, i cili po ashtu nisi dhe një thirrje për të gjithë votuesit në lidhje me atë që ne njohim si gara e 11 majit, një garë potencialisht e paparashikueshme deri tani, e qetë në dukje, por që nuk është aq e qetë në atë që nuk duket. Gjithsesi do t'ja lëm kohës që qytetarët të shohin dhe të vendosin se për kë duan të mbështesin dhe kë duan të votojnë gjatë kësaj periudhe, pra aty do t'jetë fati i tyre për 4 vitet e ardhshme. Kështu që unë ju le takim në podcastin e radhës, deri atëherë, mirupafshim.